Hello, përshëndetje, mirë se keni ardhur në videon time të radhës. Atëherë unë jam Silvia për të gjithë ju që nuk më njihni dhe keni për herë të parë që po e klikoni këtë video. Ndërsa për të gjithë ndjekësit e mi, atëherë mirë se jeni rikthyer te kanali im I YouTube-it. You wanna say hi to Mama Vlog? Hi! Rajeni do ta shikoni pak më shpejt sot në video because why mom? Because we're making... Çfarë do bëjmë? We're gonna make cupcakes and tacos. Tacos. Atëherë si fillim dua që t'ju uroj të gjithëve një vit sa më të mbar. E di që tani është pothuajse mesi fundi janarit, momenti që do të parë këtë video, por duke qenë se videoja e fundit që unë kam postuar në YouTube ka qenë për Krishtlindje, pra datën 20 dhjetor. Uroj që ky vit të jetë sa më i lumtur për juve dhe të ketë shëndet, të ketë lumturi dhe të ketë gjithçka që ju do juve zemra. Këtu te ne ka 2 ditë që ka rënë të bordh dhe akoma jashtë po vazhdon edhe po bija akoma, kështu që është pak e ftohtë, por e sigurt që nesër do jetë më shumë sepse do shkoj diku tek minus 15 gradë, do të pothuajse gjithë java do jetë në këto temperatura. Unë kam pothuajse një muaj që nuk e kam prekur kamerën dhe më kishte munguar në fakt ideja të xhiruarit video, por më shumë ka munguar edhe pjesa e të edituarit. Dhe vendosa që duke qenë se sot do bëj cupcakes dhe nuk ka kam treguar herë të tjera në video, gjithashtu dhe tacos, atëherë mendova që t'ua tregoj dhe juve dhe t'i bëjmë së bashku. Për mua do jetë hera e dytë që do bëj cupcakes, gjithashtu hera e parë që do bëj tacos pra vetë. Dhe uroj që dhe ju t'jeni duke shijuar fundjavat sa më mirë dhe me familjarët tuaj. Kështu që le të bëjmë bashkë shpejt cupcakeset me ndihmën e Rajanit edhe pastaj do kalojmë tek pjesa e tacosit. Is it true? You actually think of me as less than you. Just wish that I knew how something like that could happen. Maybe it's just in passing, 'cause nothing is everlasting, no. But like really though, how do you know that I can overcome all of the obstacles? She just looked. Hello, everybody. Another love, show me another love. This can't be the only one out there waiting for me. Stop, control the fire, let it burn. You're not in love with me, only how I make you feel. You don't know how real love tastes. You never learned to give just how you take. Atëherë, ne sapo I mbaruam cupcake-ët, edhe kemi 12 të cilat janë këtu dhe kanë vërtet shumë të mira. Mendova se kisha sprinkle gjendje në dollap, por nuk kishim, kështu që cupcakes-et tonë do qëndrojnë vetëm kështu pra të bardhë, pa toppings nga lart. Gjithashtu kam edhe disa të tjerë këtu, të cilët duhet t'i mbush me kremin. Por një nga këto, që ta keni parasysh nëse merrni pra tek Giant ose kudo që t'i merrni, një nga këto mund të mbushi vetëm 16, pra mund të mbuloj vetëm 16 cupcakes. Nuk del pra për të tjerat. Por un kam pak të ngelur këtu, kështu që do mundohem që t'i mbush pak. Në fakt unë këtë kisha vendosur në frigorifer dhe kjo duhet në temperaturë ambienti, por do ta lë besonja 1 orë dhe pastaj do filloj që t'i mbush pjesën tjetër. Por tani do përgatisim tacos. Atëherë mishin e kam bërë këtu, e kam bërë që dije në darkë. Është me mish të grirë, gjithashtu ka dhe atë seasoning që kanë të tacos, pra ato erëza të tacos dhe pak salcë domate. Kjo është mënyra se si unë e kam përgatitur pra mishin e grirë. Gjithashtu kemi këto tortillat e vogla të cilat janë për tacos. Këto janë të buta, ndërsa këto janë të forta. Mënyra se si unë e bëj është vendos një nga tortillat e buta në fillim, një nga këto e vendos pra në mes, edhe mundojmë që t'i konsumoj pra të dyja, pra njëkohësisht. Gjithashtu kemi djathtin e grirë, kemi gjithashtu edhe domatet të vogla nga këto cherry tomatoes, do t'i bëj të vogla në mënyrë që të jenë sa më easy për të ngrënë. Këtu kam marrë gjithashtu sallatë jeshile, por kam marrë të grirë dhe kam marrë të formatin e vogël, duke qenë se ne nuk I konsumojmë kaq shumë sallatën jeshile tani dhe vendosa ta merrja gati. Këtu kemi edhe qep të njoma, të cilat unë do t'i pres gjithashtu në pjesë të vogla dhe kjo është salca që ne do t'i vendosim. Atëherë shpresoj që të mos jetë spicy. Okej.
ka aromë shumë të mirë. Dhe doja që të ndaja diçka me ju, sepse keni parë që unë kam filmuar video në shtëpi, por nuk kam filmuar aq shumë sa filmojem përpara, sepse ne kemi 7 muaj që bashkëtojmë pra me 2 njerëz të tjerë në shtëpi, pra nuk kemi vetëm unë, Rani dhe Oleni. Në fakt kemi bashkëtuar me 3 të tjerë, pastaj kemi bashkëtuar me 2 të tjerë, janë pjesë të familjes së Olenit, por asnjëri nga ju nuk e ka kuptuar pra që ne kemi bashkëtuar me persona të tjerë. Dhe këtë nuk po e them thjesht për një informacion që unë dua t'ua jap juve, por po e them më tepër për faktin që ju mendoni pra se dini gjithçka për jetën tonë apo dini gjithçka që ndodh rreth nesh. Te kam kuptuar dhe vetë momentin që Diana Dako, e cila bën video në YouTube, ju ftoj që ta ndiqni sepse bën vërtet video shumë të bukura, vendosi që të tregonte pra në një moment që nuk jetonte vetëm me Ergysin edhe me Pierin, por jetonte gjithashtu me mamin e Gysit. Dhe këtu kuptova që në të vërtetë ne nuk dimë se çfarë realisht ndodh pra në jetën e personave që vendosin pra ta bëjnë jetën e tyre publike, qoftë në Instagram, qoftë në YouTube apo edhe në TikTok. Kështu që thjesht doja të thosha këtë informacion, kjo ka qenë paksa një kushtëzim i vogël për mua, duke qenë se unë jam pak tipi që kur filmoj dua që të jem vetëm në shtëpi, sepse mundem që të shprehem pak më lirshëm, ndërsa kur jam me persona të tjerë ndihem paksa në siklet, më ta kuptoni pra sikletin tim të folur. Kjo ishte një gjë që doja ta thosha, por normalisht nuk do t'jap arsyet pse qysh tek apo me kë persona kemi bashkëtuar. Mezi po që kemi video të bukura në kanal, nuk kemi vendosur akoma se çfarë do bëjmë për ditëlindjen time. Oleni më ka thënë që ka një surprizë, por nuk më ka thënë akoma se çfarë surprize ka dhe jam vërtet shumë emocionuar të di se çfarë surprizë ai ka për mua. Që të përgatitem takos dhe të ham darkën sepse ora ka shkuar 7 edhe ne jemi vërtet shumë të uritur. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Remember when we kissed underneath the mistletoe? Fireworks and Christmas lights, freezing in the snow. And how you used to tell me that everything's alright. Held me close beside the fire, made a wish upon a star. Such a magic time.
Ciao, përshëndetje nga dita tjetër e këtij vlogut. Atëherë siç përplasësh data 26 janar, dhe tashmë do ta keni parë që këtu në Amerikë ka ndodhur stuhia, pra snowstorm në 24 janar edhe në datën 25 pra që ishte ditë. Dje ishte pak më keq se sa herët e tjera, ka rënë vërtet shumë dëbor. Një gjë që më ka bërë përshtypje te kjo stuhia e borës, por besoj se shumica për ju tashmë kanë parë tek videot në TikTok që janë bërë goxha virale, është se të gjithë njerëzit këtu në Amerikë kanë shkuar në markete përpara se stuhia të ndodhte dhe kanë bushatisur të gjitha raftet. Pra, ne kemi shkuar një ditë para stuhisë sepse na duhet që të merrnin vetëm qumësht edhe bukë dhe nuk ishte as qumësht, as bukë, as banane, as mollë, pra pothuajse të gjitha raftet ishin bosh. Pra, edhe mish, më që edhe mishi i pulës në frigorifer ishin pothuajse bosh. Nuk e kuptoj sepse egzagjerojnë kaq shumë. Sot është data 26 e në nesër, pra rrugët janë të hapura sot, marketet janë të hapura, pra çdo gjë është okay pra shkthyer në normalitet. Nuk e di sepse egzagjerojnë kaq keq, sepse nuk është herë parë që këta përballen me një stuhi dëbor. Ne sot që është e hëna lan pushim nga puna, duke qenë para se ishte stuhia e dëborës, gjithashtu dhe shkollat janë të mbyllura, kështu që ne kemi 3 ditë në shtëpi, 2 ditë kemi ndonjë brenda, por sot vendosim që të dalim pak, të marrim pak ajër, gjithashtu të shkojmë të takojmë pak edhe prindërit e Olenit, duke qenë se nuk i kemi takuar fare këtë fundjavë. Nuk është një ftohtë i madh, kush e di, pa përballueshëm. Unë kisha edhe gjithashtu takimin e thonjve, prandaj më shikoni me thonjtë e mi cute, kanë bërë këta thonjtë për Shën Valentinin, por nuk i kam marrë shumë tek Ona. Por do t'i lë një reels të vogël të cilin unë kam xhiruar për momentin që po shkoja tek Ona dhe më kam pëlqyer vërtet shumë. Doja diçka që të ishte kuqe, duke qenë se unë bëj video dhe në video ngjajnë vërtet shumë bukur dhe mendova që po. Shën Valentini është i bëj të kuqe, gjithashtu kam bërë edhe këto dy zemrat e bukura këtu që ngjajnë vërtet shumë bukur. Ona është vërtet një talent i vërtet. Më pëlqen shumë se si i punon thonjtë, edhe pse unë kam gjysmëore larg nga shtëpia, nuk është tash kush e di shumë, por thjesht është pak rruga që ose do të biesh në autostrada, që është pra me 70 në orë, që me kilometra më duket se i bie me 100 ose të biesh për rrugët e fshatit që janë vërtet rrugë shumë të bukura sepse ka pemë, por thjesht ka shumë kthesa dhe mua më lodhin pak këto kthesat. Dhe duke qenë se unë bëj drive vetëm 5 minuta pra për ditë që shkoj në punë, pra nuk është se bëj shumë drive gjatë ditës, nuk është se mësuar pra që të bëj drive kaq gjatë. Nuk është se kam problem, por e shijoj shumë rrugën kur shkoj tek Ona, sepse kam si një kohë për veten time dhe me Ona gjithashtu bëj muhabete dhe është vërtet një gocë shumë e mirë, të cilën e përshëndes nëse shikon videot e mia këtu në YouTube. Por për herën tjetër, pra për në mars, e kam gjatë të vendosur në mendjen time modelin që dua të bëj, e kam zgjedhur edhe ngjyrën edhe modelin, sepse këtë herë isha okay, dua të kuqe, dua me zemra, por nuk është se kisha një model specifik që doja t'i bëja. E dija që nuk i doja French, sepse dua që në video të ngjajnë pra sa më bukur siç duken tani. Për të bërë, unë kam bërë 4 orë gjitha punët e shtëpisë në bazë dite, sepse realisht po qëndroja në TikTok dhe u trasha aq shumë, po më dhinte koka nga të qëndruar vetëm në telefon dhe nuk pata kohë as të editoja videon. Në fakt nuk pata kohë. Kohë kisha, por zgjodha të qëndroja në TikTok dhe të editoja vlogun. Gjithashtu kam bërë pak vlogët me Val, kam bërë një foto të cilën do t'ua lë këtu, e kam bërë në balkon, edhe pse fotoja që unë doja të bëja ishte shumë herë më e bukur, doja të bëj nga ato fotot e bukura në balkon që bëjnë me jorganin e madh, por realisht ishte aq shumë stuhi sa nuk mund të qëndroja në balkon. Ndërsa sot i kam pastruar rrugët dhe nëse bi në balkon të duket pjesa e asfaltit që nuk duket aq bukur pra në video. Dhe ky dimri na ka dembelosur komplet. Edhe nuk është se e ndjej vetëm unë këtë gjë, por shoh shumë goca të cilat janë të pamotivuara në këtë periudhë të vitit, edhe pse këtë gjë ka shpjeguar shumë bukur Helga Zacani në Instagram, duke thënë që periudha e janar dhe shkurtit është pjesa ku ne duam që të jemi sa më relax për veten tonë, të marrin kohë për veten tonë. Edhe në mars që fillon periudha pra e pranverës, është si fillim viti ku ne duhet të vendosim qëllimet tona dhe mundemi që këto qëllime t'i mbajmë dhe t'i zbatojmë gjatë gjithë vitit, sepse shumë njerëz vendosin shumë qëllime tani në janar dhe pastaj bindën nga shkurti dhe pastaj nuk i bëjnë më. Unë nuk i kam vendosur akoma qëllimet e mia për këtë vit, nuk e kam bërë akoma vision board për këtë vit, por do ta bëjmë bashkë me kalimin e kohës. Kur unë të ndihem gati për ta bërë dhe të vendos qëllimet e mia që kam pra për vitin 2026, edhe se qëllimet i kam të qarta në kokë, dhe ti kem të vrapshuara sa më mirë të zyra ime në mënyrë që të motivohemi gjatë gjithë vitit. Atëherë po iki tani edhe bashkë shifemi gjatë ditës. दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू, हाय कैसे मैं गुजारूं रातें लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू, समा में नशा तू वजह पे बचा तू,
दुनिया के तरीके दूर रह के ये न सीखे बेचैनियों में दबे